Një çatim mbi kokë për familjen është arsyeja kryesore pse qytetarët shqiptar kërkojnë kredi, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Rritja e kredisë ka vijuar të jetë dyshifrore në 14%, ndërkohë që përsa i takon segmenteve, bankat po kreditojnë si individët dhe bizneset, vërehet një kreditim më shpejt të individët në 19%. Kredia për biznesin po ashtu një urrëtie në vitin që lan pas, ndërsa investimi është arsyeja kryesore e huamarrjes. Sipas zëvendës drejtoreshës së Departamentit të Politikës Monetare në Bankën e Shqipërisë, Rajna Hoxholli. Kreditim i bizneseve, norma e të cilit qëndron në 11%, kryesisht për investime. Në aspektin sektorial, renditjen e kryesojnë sektorët që kanë dhe performancën më të mirë financiare, siç është sektori i shërbimeve, përfshirë këtu tregtin, hoteleri dhe akomodim, të lidhura këto të fundit me turizmin. Më pas renditja vazhdon me industrinë, ku dega energjetike është ajo që zë dhe peshën më të madhe. Pastaj vijojmë me ndërtimin dhe në fund të listës mbetet bujqësia. Ndryshim i rëndësishëm strukturor është zhvendosja e kredisë nga valuta e huaj drejt lekut shqiptar. Banka Qendrore lidh këtë edhe me rrezikun nga kursi i këmbimit. Aktualisht ky nivel është 4.2%, praktikisht sa dhe një vit më parë, që është viti 2024. Tregon si cilësinë e portofolit të kredisë, shëndetin e bankave, ashtu edhe potencialin për akumulim të rreziqeve të stabilitetit financiar. Por rritja nuk është thjesht sasiore. Hoxholli thekson se kreditimi ka qenë cilësor, çka reflektohet edhe në nivelin e ulët të kredive me probleme. Rritja e kreditimit në lek ishte 17% për vitin 2025, një rritje e lartë dyshifrore dhe që padyshim ka lënë gjurmë dhe në strukturën e portofolit të kredisë. Pra, nëse një dekadë më parë ne kishim një strukturë portofoli që dominohej nga valuta, tashmë situata është e përmbysur, është kreditimi në lek ai që zën peshën kryesore në 60%. Në qershor të vitit të kaluar, Banka Qendrore u ndaloi bankave financimin e blerjes banesave në masën 100% dhe përcaktoi gjithashtu kriteret të detyrueshme për raportin e kostit të kredisë ndaj të ardhurave. Megjithatë, kjo masë sipas Hoxhollit nuk ka sjellë ndonjë frenim domethënës në ritmet e kredidhënies me qëllim financimin e blerjes së banesave.